jo. Nuk po men, kemi qenë komshin, unë kam ardhur, dua të më gjesh punë për nusën e djalit. Punë? Punë për nusën e Nuk je djalit. këngëtari ati nga Parisi? Tani lesh Parisi kot fare tash. O, Filiz! Filiz! Përgja. Bukur, atëherë ju falenderoj shumë për kjo ka qenë hapi i parë i karrierës time nga i madhi Agron Llakaj, atë këngën që sapo dëgjuat me Rapsodi kur e ka nxjerrë Vision Plusi, po e nxjerrim edhe ne, valla, thash se s'është nami. Kështu që shumë faleminderit i dashur Agron. Më vjen keq që nuk je sot në mesin ton. Dua të dëgjojmë, ne si emision nuk mbaremi nga prominent, apo nuk është që ne duam të ftojmë njerëz që kanë klikime apo emër për ta promovuar në emisionin tonë. Shikueshmëria jonë bazohet dhe është me njerëz të thjeshtë që ne i promovojmë. Ne i zbulojmë, i marrim, i sjellim në emision dhe i shfaqim dhe me këta persona të zbuluar ne bëjmë klikime jashtëzakonisht më të mëdha se sa me njerëz prominent. Lirian Mërturi është një djalë i cili natyrisht afrohet afër skenës në këto momente. Është një djalë talent i mirë të cilin e kemi zbuluar ne si Folk Ship Show. Lirian Mërturi do vi tashi në skenë për të na kënduar një këngë ose dy sipas dëshirës tij me kitar dhe dëgjojeni se çfarë zëri ka Lirian Mërturi. Dua ta ftoj Lirian Mërturin në skenë me duart rokitje dhe absolutisht t'i urojmë edhe suksese në jetën e tij artistike. Lirian Mërturi, ku je? Ja, një zbulim. Ne kemi zbuluar shumë talente të tjerë. Kemi promovuar shumë talente, qoftë në fushën aktrimit, qoftë këndimit dhe gjitha me radhë. Ne sonde do kemi hapësirë vetëm për talente, për partnerët tanë të biznesit dhe për politikanët tanë që na përfaqësojnë jashtëzakonisht mirë në Zvicër. Kështu që skena për Lirianin marrësh, Ta dëgjojmë pak? Me duart rokitje. Moje bukura, more, si të lash e më stëpash. Moje bukura, more, si të lash e më stëpash. Si të lash, si të lash, si të lash e më stëpash. Si të lash, si të lash, si të lash e më stëpash. Elul, 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 matse, matse. E unë për ty, e unë për ty, e unë për ty, moj do të pëlcase. Endalu pak, s'është e vërtetë. Se zemra im, se zemra im, se zemra ime jeti vetë. Vajta kalova gjithka labrina, askun nuk gjeta si arbërina. Vajta kalova gjithka labrina, askun nuk gjeta
si arbërina. Dy manu shaqe në dorën time, ja fala njërë arbreshësime. Dy manu shaqe në dorën time, ja fala njërë arbreshësime. Elulelu, 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 le matse matse. E unë për ty, e unë për ty, e unë për ty, moj do të pëlqase. Endalupak, se shte vërtetë. Se zemra ime jeti vetë. Mora fjale, mora vargune, mora qarkun me i thurkan bash legjendari ti këndoj, Adem Jashari ti këndoj. Ta sa vjet se shepre ka zindere qakun. Ta sa vjet se shedrenicën. Ta sa vjet dhe Mitrovicën. Ta sa vjet qo Adem, qo po të thone zos të malit edhe bilbilat. Qo Adem, po të thone lullet e trandofilat. Qo Adem, po të thone kangët, thonë dhe trimat. Qo Adem, qo shpejt mos rritë e varit, thot nanë lokja. Qo se mi ja ta fladiti balin toka. Qo se ty të kërkone tanë Kosova, ty Adem. Lirian Mërturit, Knof Zemra, faleminderit për disponimin në thërën e mrekullueshme që ke Eduard Trogide për Lirian Mërturin. Vazhdojmë me program dhe tash ne si shqiptar, realisht, unë nuk di gjermanisht, se po ta dija gjermanisht do ta bëja këtë program gjermanisht dhe ta bëja me titra shqip vetëm për hir të respektit miqve zvicran që kemi këtu për të na kuptuar. Aber ich rede nicht so gut Deutsch, ich probiere zum Reden, aber mein Deutsch ist invalid, nicht so gut. Aber immer ich probiere zum Reden. Pyetja ime është, a duhet me ftu një mik zvicran në skenë për të na dhënë një përshëndetje, një fjalim? Duhet. Marasch? Ich habe es am Anfang gesagt, Gastfreundschaft wird bei uns Albaner groß geschrieben. Wir haben den Nationalrat und Mitbegründer von der Handelskammer Schweiz-Kosovo, Alfred Heer, unter uns. Eine wichtige Figur aus der Schweizer Politik. Applaus bitte! Applaus bitte, Alfred Heer! Gut, ich möchte mich zuerst recht herzlich bedanken für die Einladung. Und es ist hier fast schöner wie an einem Schwingfest. Und das heißt ja schon viel für einen Schweizer. Nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich möchte mich auch bedanken für die vielen Menschen aus dem Kosovo, aus Albanien, aus Nordmazedonien, die hier einen wichtigen Beitrag leisten für die Schweiz. Im Fußball natürlich speziell, aber nicht nur im Fußball.
auch in der Gastronomie, in der Bauwirtschaft, im Banking, wo immer treffen wir auf fleißige Frauen und Männer von der albanischen Community, welche einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und ich fühle mich sehr wohl und ich habe auch viele Freundschaften schließen können in den vergangenen Jahren. Und wir hoffen natürlich, dass das so weitergeht und dass wir weiterhin gute Freunde bleiben. Und ist klar mit der Zeit, wenn man dann natürlich dritte, vierte, fünfte, sechste Generation ist, dann ist man sowieso total integriert, aber vielleicht integrieren sich die Schweizer auch ein bisschen in die albanische Mentalität. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Herzlichen Dank und viel Freude und besten Dank nochmals Ihnen allen. Wir Herzlichen danken dir. Alfred Heer, danke. Alfred Heer, Applaus nochmal bitte. Danke vielmals. Wow, kalle, kalle. Shumë interesant. Të kalojmë pak tek pjesa e biznesit për të cilët ne kemi bashkëpunim të shëndosh të mirë dhe një respekt reciprok. Dua të ftoj doktor Fejmalitin për të na prezantuar pak, sepse ka hapur edhe një biznes të ri, sa i përket mbjelljes flokut, por Dentfix tashmë e dini se është një klinik me emër e njeh gjithë Shqiptaria. Aplauz, doktor Fejmaliti. Faleminderit për ftesën, nësi me qenë në një emision tillë. Dikush më njeh, dikush s'm njeh. Unë jam Fejm Haliti, doktor, për ndryshe njohin si doktor Fejimi ose Dentfix. Faleminderit. Dua t'ju falenderoj për ftesën dhe kam kënaqësinë dhe nderin të jem në mesin tuaj. Po ashtu dua ta shfrytëzoj rastin ta uroj Altinën për punën e palashme dhe t'ju uroj sukses të ardhmen. Të gjithë ne e dim se është i rëndësishëm zëri shqip ku në diasporë, sidomos për fëmijët tanë, por edhe prania një emisioni shqip në një vend ku malli për gjuhën tonë është i madh. Sikur Altini dhe ne kemi filluar 2010 me shumë sakrifica, me shumë mundim, ku kam filluar vetëm në Podev dhe kam vazhduar po ashtu në vitin 2013 në Prishtinë, dikun me 3 punëtor, 2015 kemi vazhduar me 12, s'pi vazhdoj me tepru me vite, ku sot Dentfix dhe Carrierfix numrojnë dikun 50 punëtor në 2 klinikat. Mirë po, ky nuk është qëllimi cilin e kemi menduar, mendojmë që të rritem edhe me hapjen e hotelit që do ta përfundojmë rana një muaj e gjysmë ose 2, që ta arrim një numër të dikun 60 punëtor. Dhosh Zoti që t'jemi shëndosh dhe ta përjetojmë këtë sukses të gjithë bashku, se kjo është një kënaqësi dhe për mua posaçërisht se pa ndihmën e juaj nuk kisha mujtë të arrit. Kështu që një falënderim për gjithë bashkëdhetarët të cilët janë jashtë, të cilët e kanë përkrahur në çdo sekond, në çdo moment Dentfix, po tash edhe Carrierfix dhe hotelin Dentfix. Pa dashur të zgjas shumë, mund ta kemi përgatitjen dhe fatin më të mirë në biznes, por mos harroni që respekti ndaj klientëve dhe ndërtimi i raporteve personale me klient janë çelësi i suksesit në biznes. Edhe një herë, dua t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj, paqit një ditë sa më të mirë. Sukses Altin, ju prej ftemora gjithëve. Shëndet. Faleminderit. Shumë faleminderit i dashur doktor Fejmaliti, faleminderit shumë, do kemi kohë dhe javët në vazhdim për ta bërë një reklam jashtëzakonisht të mirë çdo javë në Full Ship Show për biznesin që është partner me neve. Prishtina Tiket, faleminderit shumë, nuk kemi përfaqësues se të Prishtina Tiket, Edvini dhe Artoni sonde. Tashi, me të thonë drejtë dhe në Marash, kemi nevojë për një performancë shqipe, e cila mua për vetëm më pëlqen jashtëzakonisht shumë, po jam i sigurt që përveç se më pëlqen mua, u pëlqen shqiptarëve këtu, po zviceranët besoj do ta kenë
kënaqësinë për ta shikuar një performancë nga Alba Kult. Ju lutem Alba Kult të afroni në skenë për të na bërë një performancë të mirë dhe shikojeni pak, unë kam parë burra që t'i bjen çiftelis, marash? Kam parë burra që t'i bjen çiftelis, Po vajza. po që kam parë vajza që t'i bjen çiftelis aq bukur, aq në sinkron, dhe aq melodi të mirë që bëjnë shoqata Alba Kult me në krye Ajet Servadikun, nuk kam parë asnjëherë. E sonte për kënaqësinë e shqiptarëve, por edhe për kënaqësinë e zviceranëve, do I kemi për një performancë. Alba Kult me duart rokitje! Alba Kult
Alba Kult me Lamin dhe kryetarin e kësaj shoqate, zotin Ajet Servadiku. Faleminderit shumë për performancën e bukur të mirë. A mundem me tregu një përcalet apo jo? Ma ka tregu Gjimi. Gjimi Arpri ma ka tregu këtë përcalet, inshallah di me thonë për ndryshe vete thote. Okej, po mundohem Gjim, në qofë se nuk e them mirë, do vish në korrigjosh, apo jo? Në duket e kam thonë edhe i herë, po jo në apero. Kishtë qenë një shqiptar, më duket ka qenë, a i zotnia që dështë me po tunelin, apo jo shqiptar ka dështë, Një shqiptar ka dështë me po një tunel po shpis. Pra, nën tokë po shpis që me hyp me lyft të shpia. Edhe e nxjerrë një thirrje për të ardhur kompanit për t'ja bërë tunelin. A e mirë dhe këtu? Bukur. Edhe i vjen një firmë gjermane, një amerikane, një shqiptare, i ofrohet që me rregullu tunelin. Vjen Gjermani, halo, guten tag, edhe ku e di unë si flasin kështu, dhe i thot po. Thot, unë i dashur shqiptar mundem me ta bo tunelin edhe në këtë formë. Ma qenë sa është kodër, ne ja nisim me grynë këton, ja nisim me grynë këton, dikon të 20 metra, pa u afru e dim ku jemi, e shpujmë tunelin edhe gjithë shka në regull. Okej, ka shpare kushtën, në regull. Amerikani, edhe unë i dashur shqiptar, dimi e bo këtë tunel, e grynë këton, dikur, kur të afrona atë 10 metrëshi, e dim ku jemi e bëjmë tunelin. Ka që kushton? Oke, në regull. Vjen shqiptari, Gjima e mirë, bukur. Vjen shqiptari e thot, edhe unë i dashur shqiptar, vije dhe e gryj tunelin, e bëj tunelin si pas kërkeses të onde. Filloj me e gryjnë këton, tha kodrën, filloj me e gryj dhe non tjetër, në qofë se nuk përpjek me i ki 2 tunele me një qmim. Kemi një mysafir të veçantë këtu në mesin tonë. Aja është kryeredaktori Radio Zonë, prej 43 vitesh, një stacion franko-zviceran i Gjeneves, i cili transmeton të emisioni për Kosovën edhe para shpalljes së pavarësisë. Prej ma shumë se 10 vitesh është edhe prezidenti shoqatës së shtypit të huaj në Zvicër dhe Liechtenstein APES, që përfaqëson gazetarët e medjave të huaja me bazë në Zvicër që mbulojnë të dy vendet. Me duar trokitje, Jean Musi. Mesdames, Messieurs, chers amis, pardonnez-moi de vous parler en français. Malheureusement, je ne sais pas encore l'albanais. Chère équipe de Folk Ship Show, cher Altin Marcu, quel plaisir et quel honneur pour moi de participer avec vous à ce moment de retrouvailles et de joie pour féliciter Folk Ship Show et toute son équipe qui donne à la Suisse la mesure de l'importance de sa communauté kosovare et albanaise de façon générale. Elle témoigne de par son existence, du formidable trait d'union établi grâce aux médias entre la diaspora et le pays d'origine. Et comme le disait le peintre et grand écrivain américain John Passos, je cite, « Vous pouvez arracher l'homme du pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de l'homme. » Folk Ship Show est donc un pont régulier et hebdomadaire qui rapproche et qui soude les cultures d'ici et de là-bas, par la langue et la tradition d'origine, par la découverte et la mise en valeur du quotidien vécu des Albanais de Suisse, par la narration de leur réussite possible et effective qui ne manque pas. Rappelons qu'il y a plus de 6000 entreprises dirigées par des entrepreneurs albanais en Suisse, selon l'association Suisse Alps. Elle illustre bien qu'on peut s'ingérer parfaitement en Suisse sans perdre le lien et les valeurs d'origine, sans se sentir trop loin des siens, restés ou revenus au pays. C'est aussi, à l'inverse, la façon de montrer une présence vivante, même si elle est lointaine, qu'une vie n'est pas perdue par la distance géographique ou la diversité culturelle, là-bas dans le pays d'accueil, puisque le programme est vu dans tous les Balkans. Bien sûr, l'émission doit être drôle, divertissante, informative, rechercher l'originalité parmi les nouvelles générations qui veulent gagner leur place. Combien de jeunes musiciens et musiciennes, de talentueux artistes se lancent depuis la Suisse en mixant leur double culture, créant ainsi leur univers propre et original.
et les faisant ainsi connaître, Wolf Schipschow leur donne une vraie chance et concourt à leur succès. Le défi d'un pareil projet médiatique est d'avoir toujours assez d'imagination, une motivation sans relâche et une vraie curiosité, sans parler d'une grande connaissance des deux cultures à la fois. Autrement dit, il doit, sans se perdre, savoir apprécier la fondue comme la flia. Bon vent et plein succès à Wolf Schipschow pour sa nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Jean-Luc. beaucoup. Kush Kenneth Frokaj? Kennedy më ka mësu keq, makinat old-timer unë i du shumë. Makinat e vjetra jam i çmendur apo crazy për makinat e vjetra. I kam bler 2 makina, njërën për një Zvitrani, tjetërën për një Kennedy-t. Si qëlloj që unë jam dashuruar me makinat e old-timer. Kennedy ka pas pasion makinat old-timer dhe i them në Kosovë njerë ta tregoj si formë shakaje këta. Edhe i them Kennedy-t a ma let dot një javë makinën old-timer që ta vozisë në Kosovë. Më thot Altin mere, ku është Kennedy? Ku është se s'po e shoh? Kennedy, vetëm që e dorën pak. Më thot, mere makinën, thot mos ke merak. E marr makinën unë, old-timer shumë më mirë, dilja në për Prishtinë, se cilin nxirr të telefonin të mbo video, të mbo foto. Thash, qa gjë kjo makinë kështu o vlla. Me thonë drejtën kur e mora nuk e pyeta çfarë markë është. Edhe kur parkoj në një hotel me emër shumë të madh në Prishtinë me makinën, kishin qenë një 20-30 vete aty, në obor, edhe wow, kapën kokën me dorë ata, çfarë makine, sa e bukur, ku e ke ble, unë, jo, dini pastaj se si fillohan të dridhat, gjasme është e imja, jo si shte imja në fakt. Edhe më pyet njoni, thot, për taksirat. Pyet çfarë markë është? Sa në s'ditësha, se çfarë markë është, qysh me dalë për kësaj situate, i thash, hajt, munja që lësht i e fort. Unë në futan kafe, piva i kafe, thiri Kennedy, çfarë marka është Allah, se lash nom. Dola jashtë, se e qëllove. Tashi jemi tek një moment tjetër i cili në tavolin me mua kam një kumar. A keni parasysh dashur shqiptar, ju lutem shumë se cilin nga ju, Lincoln ke marka kerit. Po bre, Lincoln po se dita, më tregoj Kennedy është Lincoln. Është mirë që ne shqiptarët, populli shqiptar, kombi shqiptar ka nevojë për miq sa më shumë. Dhe kur them kemi nevojë për miq sa më shumë, është mirë të bëjmë miq sa më shumë, edhe zvicranë, edhe gjermanë, edhe amerikanë, gjithë me radhë. Unë për vete e kam bërë një mik shumë të mirë, realisht më ka bërë dhe mu kumar, më ka kërkuar për qenë kumar, është kumari im, përveç se është kumari im, është edhe oficer i ushtrisë Zvicrës, por është edhe deputet i kantonit Syriut, zoti Daniel Wafler, të cilin e ftoj në skenë për të na përshëndetur. Edhe dhondër shqiptar, njëkohësisht patjetër. Faleminderit shumë, Altin, mirëmbrëma gjithëve. Unë jam shumë i lumtur sot me nejt me juve, sepse unë momentalisht ma shumë kam një fjalë shqipt, sigur gjermanisht, edhe nashta ju bezoni, ky e din keq gjuhën shqipe, edhe nashta ky nuk e din gjuhën gjermane, unë momentalisht bëj bisedim në gjermanisht, me hin në gjermanisht. Bravo. Lieber Altin, lieber Marasch, danke euch vielmals für die Einladung. Geschätzter Herr Nationalrat, geschätzter Herr Gemeinderat, geschätzter Konsul Vigan Berisha, geschätzter Sekretär der albanischen Botschaft. Es ist mir eine Ehre, heute Abend bei Ihnen zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute zusammengekommen sind. Und wer hat das ermöglicht? Altin hat das ermöglicht. Da ist ein großer Applaus wert für Altin und Marasch. Und gerade als Politiker möchte ich hier betonen, der heutige Abend, der ist privat finanziert.
Also weder Freddy Perperim noch ich müssen in irgendeinem Jahresbericht prüfen, woher jetzt dieses Geld kommt, sondern wir verdanken das den Sponsoren. Sie haben Kultur geschaffen, dafür gebührt Ihnen den großen Dank. Und ich möchte auch diesen Schwung, den Sie heute Abend hier geschaffen haben, in diesem sehr schönen Ambiente, weil mit der Kulisse hinter uns ist das größte Aquarium von Europa. Wer hätte das gedacht, dass es in der Schweiz ist? Und wer hätte in den 90er Jahren daran geglaubt, dass die albanischsprachige Community einmal hier in der Schweiz so viel schaffen kann, zusammen mit uns Schweizern, und wir so viel Gutes bewegen können? Wer hätte daran geglaubt? Und ihr habt es selber geschafft, hier bei uns, dafür gebührt euch Respekt. Und ich möchte euch das mitgeben, bleibt auf eurem Weg, schaut die Sachen genau an, glaubt nicht alles, was man über euch sagt, schaut auf uns Schweizer, ich denke, das kann man sagen, mit 4 Sprachen, Monsieur, Musik. Wir sind ein multikulturelles Land und wir haben Erfolg dadurch geschaffen. Und ich glaube, wenn man aufeinander hört, sich Zeit nimmt, auf den anderen einzugehen, auch auf unsere Unterschiede, dann entwickeln wir wahre Stärke. Und das ist Swissness, aber das ist auch, was Volkschipp Show ausmacht und euch. Danke vielmals. Alle per sot kam voll Germanisten. Das ist schon hin brap John Schipe. Ohne Uroi. Ik voordeel. Jo, per emissionen seizoen in een hand. Doet me cru missionen. Alone si us istar. Šum ranciš me asht me cru missionen. Una kam zo een škola officierve in Chandra per her asht missioni. Ele deri în fund doet me cru missioni. Ele ju keni missioni meer me ba nierst lumtur, me criu culturen, me ba šum publiek, per sponsort. Ele un eroi succes. Falimenderit šum, vetem per para. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Daniel Waffler. Shumë faleminderit. Respekt, Daniel. Danke vielmals, Daniel Waffler. Daniel Danke Waffler, vielmals. bravo. Danke, Daniel! A mundemi me më tërgu se kush është gjuha me e bukur në botë? Cila? Si jam të në gjuha si gjo? Opa! Atëherë, Marash, Për mos ma harru këtë gjuhën e bukur, na duhen edhe shkollet shqipe. Tani i ftojmë fëmijët e shkollës shqipe për një performancë të një këngës. Imagjino, fëmijët e shkollës shqipe në Zvicër, të cilët meritojnë duart rokitje, edhe Vajit Sediu, edhe Daja Rizadema për punën e tyre të shkëlqyme. Pastaj do t'i kemi në skenë, por për momentin voglushet për të na performuar një këngë të tyre. Një duart rokitje. Duart rokitje. Unë jam krenor që të kom kumorë. Për ju do t'rritë tretëm, ashtë sa qiritëm, mos mbetëm, të venitem të di që më dot, këtë shirë e kam sa mot, o asjarit të nuk i dëruhem, dhe kus dua që të shuhem, po të di që me të shirë, që të bëj drita më mirë. Ata ka vini që jemi me kohë. Për bateria ke fjallë. E ndrojme. Kur më shifni se jam tretur, mos mendoni se kam dekur. Jam i gjallë e jam në jet, jam në dritën e vërtet. Unë jam në shpirtin tuaj, flakën tim me se meri huaj. Unë jam në shpirtin tuaj, flakën tim
ما السماء هو Mira, vesh, ju ke vinit me ndru bateriat. Jo krejt prej jeri, po një ka një shpejt në reo. Më është falur mua durimi, andaj po digjem si trimi, që të jeni ju më mirë, të mos mbetni në errësirë. Dua shumë fjallë të ju them, por kam frikë se digjem shpejt. Mos harroni urtësin, trimërin dhe bujarin. A meritojnë të vërtërkitin më të madha, apo të alem me kash? Të gjithë ata që janë të interesuar për të bashkëpunuar me Folk Ship Show, që ne të vim të biznesi juaj për të promovuar biznesin tuaj apo intervist me ju në biznesin tuaj për suksesin tuaj, jo vetëm thjesht për reklam, por edhe për motivim, për rinin apo njerëzit tjerë, se si mund drejtohen dhe mund shkojnë një hap drejt suksesit, i keni të gjithë në për tavolina vizitkartat apo flajerat me kontakte ku mund të na kontaktoni për bashkëpunim, më falni. Dua të ftoj në skenë dy persona, po të t'i ftojmë rallë këtë herë, jo bashk, të cilët janë kontribues të gjuhës shqipe në Zvicër, e cila nuk duhet harruar asnjëherë, e cila duhet që secili prej nesh fëmijët tanë t'i mësojmë shqip edhe t'i çojmë në shkolla shqipe, sepse ne në gurbet njeriu për mendimin tim shkon për të fituar, për të punuar, po jo për të jetuar gjithmonë. Unë, pak të bindja ime, dhe kështu që kam dëshirë të ftoj në skenë zotin Daja Rizadema, për një fjalë i cili është koordinator i shkollës shqipe në Zvicër. Daja Rizadema ka mundësi me qenë mesin tonë, janë gjitha mundësit me qenë, e ftoj në skenë, ja po vjen Daja, ja ku është Daja Rizadema. Hajde Daja Rizadema, po më duket edhe këtë herë pas ka ardhë me dhurata për mu. Vitin e kalu më ka dhuru një park puc, edhe këtë vit, kush e di që më ka pru? Kush e tash qarap të më duket? Me duar drokitje pres se kam mik mirë, është kontribues i madh i gjuhës shqipe në Zvicër. A më guxojmë me hap gjigant? Ma vonë, se mos po shpërthen e i thanë, okej. Të dashura motra, të dashur vëllezër, kam kënaqësinë që t'ju përshëndes në emër të lidhjes arsimtare dhe prindërve shqiptar. Lidhja arsimtare dhe prindërve shqiptare është shembulli më i mirë se si duhet të bashkohen shqiptarët, si duhet të jem bashkë, si duhet të kryejmë obligimet ndaj fëmijëve tanë, që fëmijët tanë të mësojnë gjuhën e bukur shqiptare, historinë dhe kulturën shqiptare. Gjuha është shpirti i kombit, kultura është pasqyrim shpirtëror i kombit, historia është shembulli më i mirë që na mëson neve të jemi bashkë, të solidarizohemi njëri me tjetrin. Populli shqiptar ka një të ardhme, populli shqiptar duhet të jetë bashkë, duhet të punojmë bashkë, ashtu siç punoi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, rinasit tanë, ushtria shlirimtare e Kosovës. E ardhmja është e populli shqiptar, rroft populli shqiptare, rroft Shqipëria e bashkuar. Bravo. I dashur Altin, vitin e kaluar ju kom thënë që jeni në rrugë të mirë duke promovuar historinë, kulturën dhe traditën shqiptare. Ju pa ta thënë atëherë, vazhdoni në këtë rrugë, se
ne prap do t'ju sillim dhurat në emër të lidhjes arsimtarëve shqiptar dhe unë ju them tash me plot zemër se jemi në një mision të shenjtë dhe je shembull i së mirës se si duhet çmuar, dashur kulturën, vlerat dhe traditën shqiptare. Andaj që të vazhdosh edhe ma tutje kështu, edhe sot ti kemi sjellur në emër të shoqatës tonë një palë këpucë. Vazhdo kështu se audio. Shumë faleminderit. Zoti Drujt, faleminderit shumë. Më tha vazhdo kështu se për zotin kurrë zbas s'kemi me të lënë. Kemi të thonë pru sa çdo vit kemi me të pru. Shumë faleminderit i dashur Riza Dhema. Shumë faleminderit. Kam harruar një mik timin shumë të mirë, ta falenderoj për ardhjen e tij, pranimin e tij ekstra nga Kosova, doktori i njohur, i cili na rregullon, na zbukuron, edhe nëse jemi të shëmtuar, zoti Adem Klokoçi, ja ku kemi aty. Faleminderit shumë që ke ardhur. Kënaqësi që të kemi sot në studio bashkë me doktor Bilalin edhe Orhanin. Mirë se keni ardhur. E ftojmë në skenë pa humbur kohë, sepse kam dëshirë t'ju jap hapësirë, mundësi sa më shumë njerëzve që kontribuojnë për gjuhën shqipe dhe për shqiptarizmin. Zoti Vajit Sejdiu, i dashur, të ftojnë në skenë me Eduard Trokitje. Të nderuar pjesëmarrës, i dashur Altin, të nderuar antar të stafit të emisionit Fol Shqip. E kam për obligim t'ju falenderoj jo për ftesën, por t'ju falenderoj për kontributin e madh që jepni në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare, në shërbim të identitetit kombëtar. Unë vij këtu me një mesazh drejtuar të gjithë prindërve shqiptar, mërgjimtarëve shqiptar që janë në Zvicër, që t'i drejtojnë fëmijët e tyre drejt shkollave shqipe në mbar Zvicrën. Sot në momentin që po flasim, janë me qindra pika shkollore të cilat funksionojnë dhe janë të hapura për fëmijët shqiptar me qëllim që ata ta mësojnë dhe ta ruajnë gjuhën amtare. Janë me qindra nxënës, mbi 1800 nxënës, të cilët i vijojnë mësimet në gjuhën amtare, të cilët nëpërmjet zërit të tyre dhe zërit të këtyre nxënësve të mia që ishin në këtë program të emisionit Fol Shqip, ju bëjmë apel të gjithëve që t'ju bashkangjitën bashkëmoshatarëve të tyre të cilët e mësojnë gjuhën amtare. E kemi thënë, e themi dhe do ta themi gjithmonë, se fëmijët shqiptar pa gjuhën shqipe lënë shumë për të dëshiruar. Kurse në anën tjetër, e themi edhe një gjë, se fëmijët shqiptar, ashtu si kurse të rinjt shqiptar janë të integruar jashtëzakonisht mirë në shoqërinë zvicrane, por me gjuhën shqipe janë më të fortë, janë më të guximshëm, janë më të mirë dhe janë shumë të mirë përballë bashkëmoshatarëve të tyre në shoqërinë zvicrane. Dhe ky apel mendoj që do të vazhdoj sepse shkollat shqipe po rritën ditë ditës dhe numri i fëmijëve shqiptar gjithashtu po shtohet. Faleminderit dhe dyert e shkollave shqipe janë të hapura për të gjithë fëmijët. Pap. Vajit Sejdiu. Shumë faleminderit i dashur Vajit Sejdiu. Faleminderit shumë. E pyetje kam. Nuk e di o vëlla, se jeni bërë shumë sonde dhe kam pas shumë kënaqësi mi u ftu gjithëve, po problemi im është se s'po mundi me dallu tash. Se gjithë jeni të veçantë në mënyrën se dia kam Sefedin Bejadinin këtu apo jo? Sefedin Bejadini është këtu apo jo? Nuk është tu? Është tu? Nuk është tu. Okej. Sefedin Bejadini është një njeri të cilin pata dëshirë ta prezantoj, të cilin e përshëndes, është nga Tetova, edhe është një njeri i këndshëm, një njeri bujar, fisnik, një blegtor jashtëzakonisht i mirë. Imagjino ne shqiptarët, përveç se kandidojmë për të qenë kryetar të Zyriut, përveç se kemi shqiptar në Parlamentin Federal Zviceran, deputet, përveç se kemi shqiptar të suksesshëm në gjitha institucionet zvicerane, ne kemi edhe shqiptar që i ka mbi 200 krerë dele, a dini atë shaf që e bona unë. 200 krerë dele i ka në Zyri Sefedin Bejadini, të cilat për mua është krenari ta them edhe mendoj disa herë si ka arritur një shqiptar me pas
kaq shumë dele në Zvicër dhe në pas të profesion në Zvicër. Bravo qoftë, se vedin, e duaj të rotarkitje për ty se je mirë. A jeni për një rap tash apo jo? Sonte kemi vendosur t'i sillim në skenë të gjitha lamit të cilat ne i kemi promovuar gjatë sezoneve në vazhdim. Dhe sa i përket rapit, nuk e di, është tu Farao? Yes, of course. Atëherë, dua që ta prezantoj një djalë i cili nuk e di arsyen nuk e di, pse nuk është sot kush është? Sefetin Bjadini? Po hajde be zamet e ma hapet e si unë të s'ka ty që di orë, hajde be loqka jem tu, hajde be zemër, be gjibojsh t'ja ma, pëse s'm ke ardi këtu, pëse s'm ke ardi, unë e të s'ka, ti s'po vjen. Hajde be loqë, se shumë i mirje. Hajde be, pasha zotin, po jo boj be me zot, shumë e duket njëri. Ja, vesh shikon e pak, unë e dale për qafoj këta unë, dërsak, se e du shumë. Hajde zamër këtu. Qështë kom? A i mirë? A i lo? Jo, mare, në ke knashtë. Për një me? Po vallash. Okej. Une, kënërsia im është kur të kom ty prezent edhe në mesin tonë. Edhe tashi, ne jemi njerëz të shqiptarë gjithë, përveç disa miqve, se cili ka biznesin e vetë. Po, ka problem. Se cili ka biznesin e vetë, arritjet e veta, ti keni arritje tjetër, krejt kundra të tjerëve që janë tu. Vetëm për këtë arsye kam pas dëshirë me të ftu, dhe nëse ke dëshirë me shkuti mikrofonin me na përshëndet gjithë veti. Hajde zamër. Alo, mi mbroma, vë uroj këtë natë mirë gjithve grave, burave, gjithve shoshnis, me shokujnë tonë, faleminderit. A është... Ja, re aty të mikrofoni. Se vedin, a është vështirë me i menagju... A është... Jonas, ik bin in mikrofon bite? A është vështirë ti menagjosh apo ti ruar, se nuk e di, të na i ruim, do shkoni që banë mas tyne. Ti e të shkon mas tyne apo nuk shkon mas tyne? Ato vinë mas mund. Ato vinë mas ty. A është vështirë me afro pak, afro mikrofonit, lutëm, afro pak, afro... Ato nuk o vështirë kurse e di shpunën, njerë ka në ardë policisht, me më vetë qish po i runë, të gjonë, tha, asë ne jenë mbytë, tha, 2-3 orë, tha, me i fut në brenda s'mundim. Tha, ju që bonë sënë po bohën, po anunëm policë sënë po bohën. Dhe të rujnë si cali vetë në vetë. Bravo. Zotit rujt. Inshallah ke shnet edhe vullnet gjithmonë për të marrë me punë edhe me sukses. Për ndryshe, ja, Folk Shqipshov është vetëm me bo mirë, vlla. Kush ka dëshirë për qingjat fresket bio, shkoni vlla, ja u pjek, ja u pret, ja u bën si doni, si pas shefit për ahenjët uja që keni.